Nga Abu Dhabi, kryeministri Edi Rama foli për ambicien e Shqipërisë për të eksportuar energji të gjelbër në Europë. I pranishëm në panelin e samitit të javës së zhvillimit të qëndrueshëm, Rama tha se nga viti 2028 Shqipëria fiton sovranitet të plot në fushën energjetike, fal investimeve të rëndësishme në këtë drejtim. Plani po ecën mirë dhe besojmë se në fund të 2028 do të jemi plotësisht sovran, nuk do të blejmë më energji nga jashtë. Ambicia jonë është që së bashku me Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Italinë të kemi një bashkëpunim tripalësht, po synon që të mbrim në 3 giga dhe përmes kablit ndërlidhës me Italinë ti shërbejmë Europës me energji të gjelbër dhe sigurisht së bashku me miqtë tanë arab të bëjmë para për t'ia shitur pra Europës. Kreu i qeverisë u ndal edhe tek implementimi i inteligjencës artificiale edhe në prokurimet publike, në mënyrë që të shmanget sa më shumë dora e njeriut. 95% shërbimeve tona ofrohen në internet, pra elektronikisht. I kemi mbyllur të gjitha zyrat e kontaktit shërbimeve në vend, pra nuk ke më zyrë të shkosh fizike, nuk ka radhë, nuk ka kohë të humbur dhe po punon për transferimin e korpusit ligjor të Bashkimit Evropian dhe po punon për diçka që ne besojmë do të jetë diçka e fjalës fundit, që është prokurimi publik me inteligjencë artificiale për t'i hequr njerëzit nga procesi dhe për të bërë që prokurimi të kryhet nga inteligjenca artificiale. I pranishëm në panel ishte edhe kryeministri i Mali Tazimi Lojko Spajç, i cili foli për synimet e Podgoricës për të depërtuar në tregun italian.